Me afrimin e Krishtlindjes, Panettonia zë një vend të veçantë në tryezat festive, duke u kthyer në një zgjedhje të preferuar për shumë familje. Ajo është bërë pjesë e pandashme e festave të fundvitit, e lidhur me traditën dhe atmosferën festive. Është e veçantë nga se bëhet me shumë gjana. O kthyen traditë në tryezat tona. Është një amëlsinë festive. Përshtatet me Krishtlindjet, me festat, me këto. Procesi i përgatitjes është i gjatë, duke kërkuar kohë dhe durim për të marrë shijen e përsosur. Kjo panettone vjen nga Toskana si recetë. Atje e kam mësu, ka proces shumë gjatë. Mundohen 2 ditë, po të thush 2 ditë. Për shembull 6 orë unë e la me kokë poshtë, kolloj, masanej, rrahja brumit, prap vazhdon. Në këtë periudhë festash, kërkesa për panettone shtohet dhe preferencat orientohen drejt shijeve të ndryshme. Ka preferenca. Don me pistak, dikush i don me rrushtat, dikush me çokoladë. Janë shumë llojesh që kanë bërë shumë shije. Besoj se do me jesim të kënaqur, si çdo vit, gëzuar e për shumë vjet. Vitin e ri, festat, edhe tonë shqiptarëve anë manku dhe djenë. Zoti ju bekoft. Panettonia mbetet një nga shijet karakteristike të Krishtlindjes, e pranishme gjithnjë më shumë në tryezat festive.